Nëna ta bën halal. Një ditë, një person vjen pranë profetit alayhi salam dhe i tregon se një i ri ishte në shtratin e vdekjes, por ai akoma nuk kishte shprehur fjalën e dëshmisë, edhe pse ishte kërkuar nga të pranishmit që ta thotë. Profeti alayhi salam pyet: a e falte namazin? Kur personi që i solli lajmin i tregon se ky i ri e falte namazin, profeti alayhi salam shkoi menjëherë pranë djaloshit dhe i kërkon që ai të artikulojë fjalën e dëshmisë. Por djaloshi i thotë: nuk mundem ta shpreh. Profeti alayhi salam e pyeti se cili ishte shkaku që nuk mund të shprehte fjalën e dëshmisë. Njëri nga të pranishmit ndërhyn, duke thënë se ai nuk i bindej nënës së tij. A jeton nëna e tij? Pyeti profeti alayhi salam. Po, i thonë. Profeti alayhi salam thorret nënën e djaloshit që të flasë me të për gjendjen e djalit të saj. A është ky djali yt? E pyeti profeti alayhi salam. Po, i thotë. Nëse do të shije një zjarr që gurgullon para teje dhe të pyesin: nëse ti do ta falësh djalin tënd, edhe ne do ta lëm të lirë. Por nëse do të thuhej se do ta hedhim atë në zjarr, a nuk do ta fali atë? Nëse është kështu, atëherë kam falur i dërguari i Allahut. Atëherë, mbaje Allahun dhe mua si dëshmitar. Gruaja tha: o Allah, i dëshmitar ti dhe i dërguari yt, sepse unë jam e kënaqur prej djalit tim. Pastaj profeti alayhi salam kthehet nga djaloshi dhe i kërkon të thotë fjalën e dëshmisë: La ilaha illallah, Muhammeden Resulullah. Që këtë herë, djaloshi arriti të artikulojë. Më pas profeti alayhi salam thotë: falënderimi takon Allahut që e fali atë me ndërmjetësimin tim. Transmetohet se profeti Muhammed alayhi salam ka thënë: Xhebraili më pyet: o Muhammed, kush meriton më shumë të marrë trajtim të mirë nga ty? Unë thash: nëna ime. Ai pyeti përsëri: kush pastaj? Unë thash: nëna ime. Ai pyeti përsëri: kush pastaj? Unë thash: nëna ime. Ai pyeti përsëri: kush pastaj? Unë thash: babai im.